qa flet broçkulla, thot, po pse po flas broçkulla o xhan? Çfarë broçkullash po dëgjon ti për shembull? Të duket broçkull që Shqipëria është vendi i nderit në panajirin global të turizmin në Berlin, që është panajiri më i madh në botë, që deri dje nuk na afronin as te dera dhe kur vinin me përpjekje vullnetare, siç e dëgjove, po nuk e ke dëgjuar se ke pas mendjen se e çuar që mëngjes me iden për të hedhë helm këtu. Po gjithsesi nuk ka rëndësi. Deri dje kur vinin kështu vullnetarisht i fusnin në për ca cepa që nuk dukeshin fare. Shive sot jemi në qendër, 800 metra katror të qendrës panajirit, në zemër të panajirit. Vendi i nderit, Shqipëria, çfarë broçkulle? Për çfarë broçkulle ke fjalën? Vazhdo mos u dorëzo, po si dorëzohem, ku dorëzohem, pse dorëzohem? Nuk ka dorëzim sepse s'ka as temë për dorëzim këtu. Kjo është një betejë që do të çojmë deri në fund, dhe di fundin për mua të paktën, se për Shqipërinë nuk ka asnjëherë fund, se Shqipëria do jetë në jetë, por mua fundi është kur këtu që shikoni, këtë që shikoni këtu mbrapa me këtë Albania këtu, ta marrim, ta vendosim tek tryeza e Bashkimit Evropian, Albania aty, dhe Franca, Gjermania, Hollanda, Danimarka, të tjerët jenë aty bashkë në tryezë dhe emrat e të gjithëve aty kanë një peshë, kanë një forcë, kanë një kuptim. Antar të barabartë të familjes europiane.